Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Kur në një kohë kur konfliktet nuk zhvillohen më vetëm në terren, por edhe në ekonomi, teknologji dhe mbi të gjitha në hapësirën e informacionit, bota duket se po hyn në një fazë të re të riformësimit global. Lindja e mesme po kthehet në epicentër tensionesh, rivaliteti fuqive po thellohet, ndërsa Bashkimi Evropian përballet me dilema të reja mes zgjerimit dhe sigurisë. Në këtë realitet të ri, pyetja nuk është vetëm çfarë po ndodh në botë, por edhe ku pozicionohemi ne në këtë hartë të re gjeopolitike. Për të analizuar këto zhvillime sonte në studio kemi lidhur drejt për drejt ekspertin e çështjeve të sigurisë, Emir Hasanović. Emir, mirëdita. Mirëdita, Mora. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranove në këto ditë kur i ke të rëmujshme edhe me shumë angazhime. Faleminderit që pranove t'jesh me ne sot për të ndarë ekspertizën tënde në këtë temë të rëndësishme. Emir, do të filloja me këtë, siç e theksova, lindjen e mesme tensionet, një krizë e cila ka zgjatur me vite, por realisht ndoshta ka qenë në një hije dhe tani kemi një krizë të re, një thellim të krizës apo një vazhdimsi të saj? Besoj që regjimi i Iranit çdo herë ka qenë një problem i thellë për gjithë perëndimin kolektiv si një palë në marrëdhënie ndërkombëtare, por në këtë moment me administratën e Trumpit, e cila ka një doktrinë goxha agresive dhe transaksionale, kjo temë, jo vetëm konflikt, por Irani si temë, se Irani është një lojtar i jashtëzakonshëm në marrëdhënie ndërkombëtare, ka një dimension të re. Besoj që nëse e shikojmë edhe veprimin e administratës Donald Trumpit më së pari në Venezuelë, se si ndryshuan gjërat aty me intervenimin në lidhje me kryetarin Maduro, dhe besoj që administrata e Trumpit e pati një pritje që do shkojnë edhe në Iran gjërat aq lehtë, që u demonstruat që nuk është rasti. Besoj që aty ishte një kalkulimi gabuar, një kalkulim dhe një komparim që nuk mund të bëhet ndërmjet Venezuelës, që është një lojtar më i vogël dhe më afër Shteteve të Bashkuara, dhe Iranit, i cili është goxha i pavarur, Iranit i cili është partneri i Rusisë i rëndësishëm, Irani i cili është partneri i Kinës i rëndësishëm, dhe Irani i cili e ka një sistem goxha të fortë mbas të gjitha infrastrukturës dhe aparatit shtetëror. Por çfarë dallon këtë periudhë nga konfliktet e mëparshme? Vazhdimisht kemi pas përplasje të tilla, domethënë ky konflikt ekziston me vite të tëra në mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Çfarë bën më jo në këtë dimension, besoj. Jo në këtë dimension. E kemi pas një tension ndërmjet Shteteve të Bashkuara, e kemi pas një retorik të ashpër në çdo moment, por asnjëherë nuk e kemi pas një konflikt të hapur. Një konflikt në të cilin ju keni pasur thotë hostilitet në këtë nivel. Dhe besoj që ajo i brengos të gjithët, të mund të shifni tashti edhe të gjithë efektin që kemi në aspektin ekonomik dhe çmimet e naftit, ashtu që nuk besoj që mund të bëjmë një komparim me të gjitha gjërat që kemi pas në të kaluar. Për atë është goxha vështirë të analizosh një situatë për të cilën nuk ke presedant, më së pari. E dyta, ku e keni një aktor siç është Donald Trump, dhe kryetari Donald Trump, i cili nuk është një politikan tradicional, i cili nuk përcjell normat që i kemi, në të cilat ne jemi mësuar të bëjmë analiza, sepse ju kur analizoni një situatë, ju i keni paradigmin ndërkombëtar, ju i keni rregullat ndërkombëtar, ju i keni një sistem në të cilin mund të bazoheni. Për shembull, në të gjithë këtë konfliktin, a keni dëgju ju terminin Kombët e Bashkuara? Në çdo konflikt paraprak, ne kemi pas një institucion i cili ka qenë nëse asgjë, bare një platformë për dialog ndërmjet shtetit. Ashtu nuk e keni atë organizatë e cila është e ndërtuar
mbi ato postulate. Dhe ajo e nxjerr një pyetje më të madhe, dhe ajo pyetje është, a është miti, a është koncepti mbi të cilin i kemi ndërtuar në marrëdhënie ndërkombëtare? Ajo është lufta e dytë botërore, një epokë e cila ka mbaruar, dhe një sistem i cili më nuk ka vend në shekullin 21. Besoj që aty është problemi. Tensionet në Iran, tensionet në Venezuelë, Taiwan, Kina, do thotë edhe gjithë ndryshimet në Europë, besoj që janë një simptom i problemit më të madh. Ajo është që sistemi ndërkombëtar i cili është ndërtuar mbi bazat dhe fundamentet e luftës së dytë botërore nuk funksiononte, dhe tash mund të e kemi për detyrë të përgatitemi për një botë multipolare i cila duhet të akomodoje shumicën e shteteve që nuk janë më nga perëndimi apo nga Europa, po janë nga jugu global. Unë momentalisht jam në Universitetin SOA, School of Oriental and African Studies. Do të thotë, ne e kemi një qasje eurocentrike në këtë ngjarje, por ajo nuk do të thotë se realiteti ndërkombëtar, se politika ndërkombëtare momentalisht korrespondon me pritjet e Europës dhe me vizionin e Europës për botën. Do të thotë, ajo është gabimi më i madh. Dhe për atë keni ju atë situatë ashtu ku e keni një status quo dhe një situatë ku nuk mund të dalë askush me ndonjë win-win situation, sepse Irani është një lojtar goxhaj, një lojtar që kemi evaluar shumë me një mënyrë të gabuar. Tani kur përmende naftën dhe përmende këto krizat të cilat akoma nuk i kemi ndjerë, por presim që të ndjehen ditët në vijim. Nëse zgjat ky konflikt, cila do t'jenë edhe pasojat, cila do t'jenë ato pasojat ekonomike, diçka që na cënon ndoshta edhe sigurinë, po para se dalim në Ballkan, do doja të flas vetëm për ekonominë në këtë rast. Nuk jam, dua vetëm të theksoj se nuk jam ekonomist apo ekspert për financa, dhe nuk jam shumë i kyçur dhe nuk është e pafalënderueshme të bëj prognoza. Por atë që e di unë është që momentalisht ju e keni kanalin Horac, i cili është shumë i rëndësishëm për të gjitha rrjetat ekonomike, i cili është momentalisht i bombarduar nga Irani. Dhe sot e keni pas edhe deklaratën e Donald Trumpit, i cili donte të dërgoje 2500 US Marines në Horac vetëm të siguroje vendin dhe të ka një siguri për jetët komerciale. Ajo është një mesazh goxhaj fort dhe një mesazh goxhaj rëndësishëm se sa është e rëndësishme kjo situatë për ekonominë. Në aspekt të çmimeve, në aspekt të global supply chain, ajo është një gjë që mund të ketë ramifikacione katastrofale. Dhe personalisht jam goxhaj brengosur. Momentalisht në Londër ka shumë spekulime, ka shumë disatisfakcion me këtë politikë të Shteteve të Bashkuara, sepse Londra është një qendër financiare e cila më së shumti i ndjen të gjitha këto ndryshime dhe nuk ka një disponim për ta mbështetur presidentin Trump. Dhe ajo është gjëra më e rëndësishme, dhe besoj që aty duhet të analizohet goxha më shumë. Shpresoj që do të keni ndonjë analist ekonomik i cili e kupton politikën e jashtme, se është me rëndësi ta shohim se çfarë do jetë interesi ekonomik i Europës dhe si do pozicionohet Europa nga aspekti ekonomik, sepse të gjithë gjërat që funksionojnë në sferën e ekonomisë të Europës janë të varur nga jugu global, dhe kanali Horac është shumë i rëndësishëm për Europën. Po faleminderit që ndave dhe pikpamjen tënde në këta aspekt ekonomik. Unë pak desha vetëm sa për të bëjmë një krahasim edhe me vende tjera, pasi që jenë në një pozit tjetër, në një vend tjetër. E mirë, duke njohur edhe natyrën e vendeve të Ballkanit perëndimor, duke njohur gjithë këtë situatën dhe ngecjet apo rrugtimin ton të themi drejt Bashkimit Evropian, kjo situatë, ky konflikt, ta themi, tensionet atje, situata gjeopolitike dhe rendi gjeopolitik siç po ndryshon, a e rrezikon Ballkanin apo Ballkani rrezikohet nga vetë dobësitë e brendshme të cilat i ka? Personalisht e di Nora që unë nuk jam njeri i cili mendon që Unioni Evropian do na zgjidhë të gjithë problemet.
Ja që 30 vjet ne jemi në një fazë të kyçjes në Unionin Evropian. Dhe atë që kemi mësuar është që nëse ne nuk sillim reforma për të mirën tonë, për të mirën të qytetarëve tonë, dhe të mirën për të gjeneratave që vinë më mbas neve, atëherë s'ka asnjë benefit. Nuk mund ne të bëjmë reforma dhe të ndryshojmë shtetin se Brukseli na ka thënë të ndryshojmë shtetin. Atëherë më mirë mos të kemi shtet hiç që të bëjmë ndonjë koloni e Francës apo e Gjermanisë apo e Belgjikës apo nuk e di unë. Do të thotë ajo për mua është një argument absurd. Nuk lejoj që mua të më tregojë ndonjë njeri nga Brukseli apo nga Berlini që se si duhet të jetoj unë. Unë e di se si duhet të jetoj dhe ajo për mua është një temë tjetër. Por fatkeqësisht jo kreativiteti, jo inoviteti dhe jo talenti politik në leadershipin në Maqedoni e ka bën një barazi ndërmjet reformave dhe Unionit Evropian. Unioni Evropian është një më së pari, është një organizat ekonomike, ku ju keni një akses në një treg të ri. Që ka të boja ajo mu me sistemin ligjor tim, me sistemin gjyqësor, me policin time, apo me ambientin jetësor? Nuk kuptoj. Është pa tjetër dikush tjetër të vije mua të më të regoje se si duhet të reguloj këto gjëra? Është pa tjetër mua ambientin jetësor të më të regoje Brukseli apo absurd. Po ajo është jo kreativiteti dhe jo inoviteti politikanëve të cilat merren vetëm me mita, vetëm me do gjëra të shekullit 18-19. Ne kemi problem të hyjmë në shekullin 20. Do të ju e keni tashti një zhvillim teknologjik në tërë botën, ne ende flasim çka ka thënë Ismail Qemali apo Kjoseto apo është një absurd i madh. Nuk është vetëm Maqedonia, është tërë rajoni dhe nuk jam shumë optimist me këto elita politike, por ajo që më jep një kurajo është jo interesimi të rinjve për të marrë pjesë në këto diskusione dhe në këto debata. Ashtu që edhe aty ka faj edhe Unioni Evropian, i cili në kontinuitet faktorizon këtë diskurs, në kontinuitet jep mbështetje të këtij diskursi, akëndej investon në reforma. Nuk mundet ato gjëra të shkojnë në paralel. Nuk mund të investoni miliona në reforma, akëndej të legjitimizoni një diskurs i cili është kontraintuitiv, kontraproduktiv për të gjithë qasjet dhe zhvillimet politike. Aty duhet të ketë një simbiozë. Nëse ju investoni në reforma, atëherë ju edhe mbështetni ato gjeneratat që duhet të jetojnë këto reforma. Nuk mund ju të investoni në gjeneratat që nuk kanë ardhmëri biologjike dhe matematike në këtë vend. Ajo është problemi më i madh i Unionit Evropian dhe për atë keni tashti prej vendit që ka pasur mbështetje më të madhe për antarësinë në EU, tashti Maqedonia i ka 83% mbështetje për një mbështetje publike në opinionin publik për antarësinë në BE, për shkak të kësaj kakofoni. Krahas kësaj, siç e përmendë, do të thënë shohim sa më pak aktivizëm të rinjve, por sa më pak edhe aktivizëm të organizatave jo qeveritare. Është heshtur në një farë mënyrë zëri kritik. Mediat deri diku mundohen që t'i shpalosin gjërat, por me aq fuqi sa kanë. Shoh vende tjera të Ballkanit, ndoshta krahasimisht me Kosovën, kur e kemi shumë afër, një shtet i ri që doli nga lufta e tjera, por shoqërinë civile, fuqinë, rinin e kanë shumë aktive. Çfarë ndodhi me ne? Do të thënë, pse nuk bëm një progres, por regres në këtë drejtim? Po, sepse ne kemi bërë progres, do thotë nuk do të harrojmë vitin 2016. Do thotë rinia 2016, në të cilën kam qenë pjesë edhe unë, bënë një revolucion, i cili ishte i paparë në rajonin. Do thotë ne kemi bërë revolucionin, nuk ka bërë revolucion Kosova, nuk ka bërë revolucion Serbia, nuk ka bërë revolucion Shqipëria. Maqedonia e Veriut, këto vite, shifeni ju kur e konzumoni një shoqëri. Ajo ka nevojë të rikuperohet, ka dekada që duhet të rikuperohet prej një gjë traumatike siç ajo. Ashtu që nuk e pranoj që rinia nuk ka qenë aktive në Maqedoni. Mund ta pranoj se si gjeneratat që e kanë trashëgu aktivizmin e rinis, se si e kanë demoralizuar rinin. Atë mund ta bisedojmë. Por të them që Kosova ka një rini më aktiv, atë nuk e pranoj asnjëherë.
Sepse Kosova nuk ka pas ka qik, si them, Po ta bëj atë që kemi bon ne dimë një shtet shumë i vogël, një shtet i dal nga lufta, se krahasimisht nuk mund t'i krahasojmë Maqedoninë edhe Kosovën realisht. Mirë po thash, në mënyrë hipotetike përmenda se Kosova tani për momentin. Po, tani shkon Kosova më mirë, sepse në Kosovë keni edhe një faktor ndërkombëtar i cili është më prezent dhe keni një shoqëri homogjene. Të ne e keni një shoqëri heterogjene, në të cilën ashtu si ashtu funksionojmë. Do të thonë kemi një shtet, një kryetar, një qeveri, një kuvend. Dhe ne ndoshta nuk i kemi bashkëpastër llogarit, po i kemi llogarit të përbashkëta. Ne nuk kemi institucione në veri si kur që ka Kosova. Nuk mund ta kemi atë krahasim. Por edhe nuk kemi Shqipëria e cila është një sistem monoetnik, monolit i cili është momentalisht pak edhe autoritativ, edhe nuk e kemi ne një Serbi e cila është njëjtë monolit, monoetnik edhe autoritativ. Edhe nuk kemi Bosnia-Hercegovina e cila është komplet disfunksionale shkak Daytonit, dhe nuk kemi Malizi i cili ka 300.000 banor. Do të thotë Maqedonia është modeli se si duhet të funksionojë Ballkani. Ata që e shfrytëzojnë modelin dhe se si nuk din ta shesin atë model si një model i suksesshëm, ajo tjetër muhabet. Ajo tjetër bisedë. Por modeli ynë është i suksesshëm. Edhe Maqedonia ka një tjetër problem ku ne 20 apo 30 vjet nuk kemi punu për t'i bashkuar komunitetet. Ju e keni patriotizmin shqiptar, i cili shit tek komunitetet shqiptare, dhe flitet për gjuhën shqipe tek shqiptarët, atë që e thash edhe para disa dite. Ti nëse je patriot, beshoq, shko në Radovish dhe shpjegoja unë njerëzve se pse duhet ta mësojnë gjuhën shqipe. S'ke ti çka ti tregoj shqiptarit pse pse është e rëndësishme gjuha shqipe. Po ashtu edhe maqedonasi. Nuk është ti të shkojsh në Zavet në të këndojsh në Shqip. E janë në Tetov dhe shpjegoj nxënësve se pse duhet ta mësojnë gjuhën maqedonase. Të gjithë ti mësojnë gjuhë dhe mandej të jeni qendër komercial i Ballkanit perëndimor. Të vinë kompanitë të sjellin qendra rajonale në Shkup. Të ketë më shumë punë, të ketë më shumë parate në xhep të rinjve. Ashtu sillen ndryshimet. Ndryshime mund të keni ju aty ku ka aktivitet komercial. Maqedonia nuk ka aktivitet komercial. Maqedonia nuk ka industri. Cila është lëmia ekonomike e cila është motori i ekonomisë maqedonisë? Ndërtimtaria? Ajo është lëmi ekonomike, do të thotë banesa? Jo, nuk kemi industri, nuk kemi ekonomi, nuk kemi asgjë që shitet. Nuk kemi asgjë që shitet sepse kemi një model volatil i cili nuk mund të parashikohet se si do dale, edhe asnjë investitor serioz, asnjë kompani serioze nuk dohet të investojë në shoqëri e cila është jo stabile, e cila është e paparashikueshme, e cila nuk ka konsensus për gjërat fundamentale. Ne ne bisedojmë në gjykatën kushtetutëse se a duhet të bëjmë këtë në Shqip, a duhet ta mësojë gjuhën maqedonase fëmia ime, edhe pse jo? Jo, pse po pse jo? Edhe mandej ne pyesmi pse nuk kemi aktivizëm, pse nuk kemi njerëz të aktiv të ri. Po normal, pse të ta fri? Shumë më kollaj është ta marr unë një bilet Wizz Air, një kahje dhe të shkoj në Gjermani, sesa të merrem edhe të ju shpjegoj një gjeneratës e që është mysafir në këtë botë se si funksionon bota dhe si duhet të përgjigjemi në sfidat moderne. Emir, pak të kthehemi tek siguria ekonomike dhe aspektin e sigurisë dhe kësaj që përmendet, do të thënë Bashkimi Evropian është i fokusuar në ekonomi. Realisht tani, në këtë situatë të re geopolitike, duhet të përforcoj apo duhet të fokusohet edhe në sigurin, dhe me thënë si forcë, si fuqi e sigurisë, ku mund të shohim, apo do të mbetet NATO-ja ajo e cila do t'jetë si ombrellë e sigurisë dhe Bashkimi Evropian një fuqi ekonomike. Duke i marrë parasysh të gjitha, gjërat e tilla janë shumë të komplikuara për t'i komentuar, se momentalisht në Unionin Evropian nuk keni konsensus për gati se asgjë.
e keni një Ungari e cila bllokonte të gjitha bisedat në atë aspekt. E keni një Francë e cila është momentarisht e paparashikueshme sepse mandati kryetarit Macron nuk do të zgjatë edhe shumë gjatë. Nuk e dim se kush do jetë kush do trashëgon atë administrat. E keni një Gjermani e cila donte të stabilizohet, por edhe aty e keni një. Më dëgjon Nora? Po, E keni një Gjermani e cila është stabile, por edhe aty keni probleme me do forca politike të cilat nuk e parashikojnë Europën, nuk e shikojnë Europën si një ardhmëri sigure në këtë formë që është Unioni Evropian. I keni palët skandinave të cilat duan në një Union Evropian, por nuk mund të ofrojnë ndonjë stabilitet ushtarak. Dhe kur ti shihni të gjithë këto perspektivat dhe kur ti vendoni me një union, është shumë vështirë të flisni për siguri. Tani kur flasim jo vetëm për sigurim, por të kthehemi përsëri tek Ballkani dhe zgjerimi i Ballkanit, a do të jetë në gjithë këto kriza, kishim konfliktin edhe kemi akoma konfliktin Rusi-Ukrainë, më parë kishim edhe krizën, do me thënë me Covidin, se këto të tëria erdhen janë kriza globale të cilat na prekin, por konflikti me Ukrainën, Rusin, dhe tani e kemi këtë konflikt. Çdo herë prolongohet kjo çështje e zgjerimit të Ballkanit perëndimor, dhe tash që u përmend edhe një metodë re, të ulemi në një tavolinë pa të drejtë vote, apo antarësimi i vendeve të Ballkanit perëndimor, apo zgjerimi të bëhet, por të jenë antare shtetet e Ballkanit perëndimor pa të drejtë vote. Si e sheh këtë situatë ti, Emir? Por edhe të hymë në Bashkimin Evropian nesër, si antare me të gjithë drejtat dhe të gjithë obligimet, jo vetëm si antare pa votë, në përmacionin e verit nuk të ndryshoj asgjë. Asgjë, sepse të gjitha reformat vinë nga procesi i antarësimit dhe të gjitha benefitet vinë prej transformimit të shtetit të një vendi evropian. Ne duhet të importojmë institucionet europiane, ne duhet të importojmë kulturën europiane, ne duhet të importojmë atë fjalë që urej vlerat europiane, se është një termin goxha i prostituar në shoqërinë tonë. Por duhet të importojnë të gjitha ato gjërat që bëjnë një shtet europian. Nuk e bën shtetin europian Unioni Europian. E bëjnë të gjitha gjërat që e bën jetën të përditshme, më të durueshëm, të gjitha gjërat që e bojnë situatën ekonomike më të vëllitshëm për klasën e mesme, e bojnë të gjitha gjërat që e bojnë arsimin më të mirë për të rinjt, të gjitha gjërat që e bojnë kulturën më të shijshëm për të konsumuar, dhe të gjitha gjërat që e bojnë jetën më të mirë, kualitetin e jetës. Unioni Evropian si Unioni Evropian nuk në ndihmojnë në atë aspekt. Mund të facilitoje transformimin në këtë drejtim, por nuk mund të transformoje shtetin për ne. Ajo është puna shtëpisë e jonë. Dhe mesazhi im çdo herë do jetë të kërkojnë më shumë nga lideret të vendit sesa nga lideret ndërkombëtar. Ne çdo herë kemi pritje shumë të mëdha nga lideret ndërkombëtar dhe pritje të jo ekzistueshme apo shumë të vogla nga lideret lokale. Ashtu që ajo është mesazhi im i fundit dhe nuk më intereson se në çfarë forme do hyjmë në Unionin Evropian, nëse shteti jem nuk është i transformuar në mënyrën ashtu si e paramendoj unë dhe si e paramendon gjenerata ime. Aq. Emir, unë të falenderojmë që ishe pjesë e këtij emisioni dhe ndave kohën që t'jesh me ne sot për të ndarë pikpamjet tuaja. Të nderuar teleshikues, në një botë ku kufit mes luftës dhe paqes, po bëhen gjithnjë më të paqarta, dhe kur ndikimi shpesh ka më shumë peshë se vetë territori, sfida nuk është vetëm të kuptojmë çfarë po ndodh, por të kuptojmë si të pozicionohemi, sepse në fund për vendet si tonat dilema mbetet e njëjtë. A jemi pjesë e vendimarrjes apo vetëm pjesë e pasojave? Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.